Nëse për shkak frikës se mos po je egoist, nuk po e mbron vetën tënde, kjo tregon që nuk je egoist fare. Domethënë, ata të cilët janë egoist, ata nuk kanë frikë se mos po bëhen egoist. Ata bëjnë gjithçka që emri i tyre të jetë prezent, bëjnë gjithçka që të mërrin qëllimet e tyre, duke shkel mbi çdo parim njerëzor, duke mos pasur ndërgjegje për domin që munden me ja shkaktu tjetrit. Kurse persona të cilët për shkak të frikës mos po janë egoist, harrojnë veten, lëndojnë veten, shkelin territorin e tyre, lejojnë që territori i tyre të shkilet, këta persona në fakt janë viktima dhe duhet i motivojmë, duhet i inkurajojmë që të vendosin kufi në raport me tjerë për të mbrojtur veten. Sepse ata ndjehen në faj sa herë që duhet i dalin zot vetës, qoftë duke kundërshtu, ndoshta ndonjëherë edhe familjar, të afërm, partnerin, prindrit, fëmijën, kur kjo domi i shkaktohet nga njerëz të afërt, sepse jo gjithmonë familja jo një ambient i sigurt, shpesh dinë që pikërisht në familje të na cënohet integriteti, egoja, të dëmtohemi emocionalisht, ose të dhunohemi psiqikisht ose fizikisht, dhe këta persona duke u ndjerë në faj për vendosjen e kufive, mos më i thonë jo prindit, bashortës ose fëmijët, këta vujnë dhe tolerojnë gjëra të cilat nuk tolerohen. Unë shpesh marr shembuj në seanca me klientin mi, i them, çka bëjnë shtetet kur sulmohen nga një shtet tjetër? E mbrojnë territorin e vet. Njëjtë edhe ti ke obligim me mbrojtë veten tënde, territorin tënd. Nëse dikush të sulmon, ti nuk mund të jesh pafundësisht indiferent, sepse një ditë domet do t'i ndjesh edhe në shëndetin fizik. Na duhet me i forcu këta njerëz që në të njëjtën kohë me i rujt vlerat, me rujt ndërgjegjen, po pa e dëmtu veten, sepse në momentin kur domi po të shkaktohet është obligim jote me i dal zot vetës. Askush nuk është për ty 24/7 me të mbrojt ty, me u kujdes për ty. Na presim që tjetë me pas kujdes për neve. Jo, duhemi na me pas gjithmonë gjendjen gatishmërisë me mbrojt veten tonë.